Andaj na duhet më interesu për familjarët tonë. Me që a din shahadetin. Pse e shahadetin? Po kjo në familje ki dikush që thotë jam musliman, po nuk din shahadetin me thonë mirë. Me thonë me ngu fëmijëve, me ngu akrebave, thuj, hajde. Shush e shahadeti? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Që të në kushte e imanit, 6 kushte e besimit, të në kushte e besimit shtylla që nuk rrin imani pa to. Me besu në Allahun, me besu në me lajket, me besu në librat që kanë zbrit, me besu në pejgamberat, me besu në ditë gjykimit dhe me besu në caktimin e Allah. Të në shtylla të besimit. E shtyllat e Islamit cilat janë me thonë shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Me e fal namazin, me agjyr Ramazanin, me e dhon zakati kush ka mundsi dhe me shku në hax kush ka mundsi. Shtyllat e Islamit, që to 5 dhe çto 6 duhet me ditë në gjëm. S'ka arsye kur kush mos me ditë pse? Edhe ka libra, edhe ka shërime, edhe ka shpjegime, edhe ka xhallar, ka xhamat, ka djemtri, ka xhiler që i din, me pyet